Sot në orën 10 në prokurorinë e posaçme mbaj ceremonia e kalimit të detyrës nga Altin Tumani te kryetari i ri Klodian Braho, i zgjedhur me 7 vota të anëtarëve të KLP-s. Për SPAK, ky cilësohet si një moment i rëndësishëm për sigurimin e vazhdimësisë dhe forcimin e mëtejshëm të punës së strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kreu i SPAK ka mandatin 3 vjeçar, pa të drejtë rizgjedhjeje. Altin Tumani, i cili pasoi Arben Krajon, të parin drejtues të strukturës së posaçme antikorrupsion, tashmë do të jetë prokuror në SPAK deri në vitin 2028, kur i përfundon mandati 9 vjeçar. Tumani e mbyll ciklin e drejtuesit mes kërkesave të vazhdueshme për t'i dhënë mundësinë e rikandidimit të prokurorëve të SPAK. Kush është Klodian Braho? Klodian Braho u emëruar prokuror më 14 nëntor 2007, duke filluar kështu një rrugtim të gjatë profesional që e ka çuar në një nga pozicionet më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë shqiptare. Deri në vitin 2012, Braho shërbeu si prokuror pranë prokurorisë rrethit gjyqësor Berat, ndërsa për 3 vite të tjera më pas ushtroi funksionin e prokurorit pranë prokurorisë së Vlorës, ku njëkohësisht mbajti edhe detyrën e zëvendës drejtuesit. Në prokurorinë e Vlorës spikati me një dosje të bujshme, ajo ndaj ish kryebashkiakut Shpëtim Gjika. Braho e hetoi dhe e çoi në gjyq kryebashkiakun e Vlorës për shpërdorim detyre dhe falsifikimin e dokumenteve në dhënien e lejeve të ndërtimit. Karriera e Klodian Brahos do të marrë një kthes të rëndësishme në vitin 2015 me emërimin e tij në prokurorinë e krimeve të rënda. Gjatë 4 viteve në prokurorinë e krimeve të rënda, një prej dosjeve më të bujshme të Klodian Brahos ishte ajo për hetimin e ish prokurorit të përgjithshëm Adriatik Llalla, një ndër çështjet e para që u bë simbol për llogaridhënie në nivelet e larta të sistemit të drejtësisë. Në punën e tij si prokuror i SPAK, Braho ka pasur në duar çështje me një ndikim të gjerë publik. Ai është prokurori që hetoi rastin e inceneratorit të Elbasanit, duke lëshuar urdhër arrest për persona kyç si Mirel Mërtiri, Stella Gugallja dhe Klodian Zoto, si dhe duke veçuar hetimin për ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj. Dosja e inceneratorit të Elbasanit është e vetmja që tashmë ka një vendim të formës së prerë, me 9 të dënuar, mes të cilëve ish ministri i mjedisit Lefter Koka, që u dënua me 6 vite e 8 muaj me gjykim të shkurtuar për korrupsion, pastrim parash dhe shpërdorim detyre, dënim të cilin Braho e kërkoi dhe e mori në apelin e GKK-o. Po ashtu, prokurori Braho ka udhëhequr hetimin e dosjes 5D, ku në gjyq përfunduan ish drejtori i Bashkisë së Tiranës. Një tjetër çështje e rëndësishme e ndjekur prej tij është dosja Toyota Auris, e cila përfshin disa fraksione hetimore dhe persona të drejtësisë. Braho është gjithashtu pjesë e grupit të prokurorëve që kanë firmosur dosjen ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, i cili ndodhet në proces gjyqësor për shpërdorim detyre në lidhje me masakrën e Gërdecit.